Matteo Salvini, zëvendës kryeministër dhe ministër i transporteve në qeverinë italiane, ka zhvilluar një bisedë telefonike me zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance, siç thuhet në një deklaratë. Biseda telefonike zgjati 15 minuta dhe në qendër të saj, e cila ishte veçanërisht e përzemërt dhe thelbësore, ishin mundësitë për bashkëpunim midis Italisë dhe Shteteve të Bashkuara. Salvini njoftoi se synon të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara me një delegacion investitorësh dhe biznesesh italiane. Thuhet në njoftimin zyrtar, Salvini theksoi edhe një herë përpjekjen e përbashkët për të luftuar imigracionin e paligjshëm. Së fundmi ju referua teknologjisë shumë të avancuar amerikane në fushën e lidhjeve satelitore. Analistët në Itali theksojnë se ky element i fundit lidhet drejt për drejt me përpjekjen e kompanisë së Elon Musk për të shitur qeverisë italiane sistemin e lidhjes satelitore Starlink. Në të njëjtën kohë, shtypi raporton se lëvizja specifike e Matteo Salvinit është bërë pa konsultimin paraprak me Giorgia Melonin dhe thuhet se ka shkaktuar acarimin e kryeministres italiane, e cila gjithashtu synon relativisht shpejt të bëjë një udhëtim të ri në Shtetet e Bashkuara.